Vendimi i gjykatësit të gjykatës themelore të Tetovës Elvedin Ferati që të shqiptoi dënim me 2 vjet burg për Mensur Pajazitin, i cili u shpall fajtor për aksidentin tragjik të ndodhur në vitin 2022, ku humbi jetën 22 vjeçaria Teodora Ristovska, shkaktoi reagime të mëdha. Reagimit të familjes dhe opinionit Maqedonas ju bashkangjit edhe kryeministri Kristian Mickoski, i cili tha se është thellësisht i zgënjur nga vendimi i gjykatës së Tetovës dhe se kërkon nga Këshilli Gjyqësor që të marrë masa për punën e gjyqtarit. Në ndërkohë, sot ka reaguar gjykata themelore e Tetovës, për nga thonë se gjykatësit kanë vepruar sipas ligjit dhe apelojnë deri tek opinioni që, siç ata thonë, të përmbahen nga komentet e paarsyeshme. Gjatë saktimit të dënimit për të akuzuarin, gjyqtari ka marrë parasysh si rrethanat rënduese ashtu edhe ato lehtësuese. Përkatësisht, mënyrën e kryerjes së veprës penale, përgjegjësinë penale të akuzuarit, sjelljen e tij në sallën e gjyqit, rrethanat që kanë të bëjnë me llojin, karakterin, peshën dhe seriozitetin e veprës penale, kushtet e rrugës, rrethanën që e ndjera në rrugë ka qenë duke kaluar në vend të caktuar për këmbësor, pasojat e dëmshme të shkaktuara si pasojë e veprimit të inkriminuar, rrethanë që përfaqësuesit ligjor të ndjerës ju bashkuan ndjekjes penale dhe ngritën kërkesë pasurore, rrethanën që i pandehuri ka pranuar fajin, ka shprehur keqardhjen për ngjarjen, se i akuzuari nuk ka qenë më parë i dënuar dhe se ndaj tij nuk zhvillohet asnjë procedim për vepër penale tjetër. Duke vlerësuar të gjitha rrethanat, gjyqtari në procedurë të përsëritur e ka dënuar të akuzuarin me dënim maksimal të lejuar, duke marrë parasysh ndalimin e ndërimit për dënim më të keq, si parimi i parashikuar në ligjin për procedurë penale, në një situatë kur me kërkesë të akuzuarit, gjykata supreme ka rrëzuar vendimet dhe rasti i është kthyer gjykatës së shkallës së parë për rivendosje dhe për shkak të këtij ndalimi, aktgjykimi i ri nuk mund të ndryshohet në dëm të akuzuarit, as në aspektin e kualifikimit ligjor të veprës dhe as në lidhje me sanksionimin penal, thuhet mes tjerash në reagimin e gjykatës themelore në Tetovë. Nga gjykata themelore në Tetovë më tej njoftuan se rasti, pasi është kthyer në rigjykim, i është të caktuar një gjyqtari tjetër, pasi që gjyqtari fillimisht e kishte dënuar të akuzuarin me 3 vjet e 6 muaj burg, ishte pensionuar. Si shumë herë edhe kësaj radhe, gjyqtarit, që në këtë rast ishte shqiptar, ju vërsulën të gjithë mediat dhe opinioni Maqedonas, por për rastet e tjera kur viktimi janë shqiptarët, zëri i tyre nuk dëgjohet. Pajaziti është shpallur fajtor se në muaj ngusht të vitit 2022 në Tetovë, si pjesëmarrës në komunikacion, nuk ka respektuar rregullat dhe me këtë e ka rrezikuar sigurinë. Në dënimin e shqiptuar, thuhet se ai ka drejtuar veturën BMW dhe ka qarkulluar në bulevard me shpejtësi 59 km/h, shpejtësi e cila nuk ka qenë e përshtatur me kushtet në rrugë dhe nuk ka mundur që në kohë të ndaloj veturën, me që rast nuk i ka dhënë përparësi kalimi tashmë të ndjerës Teodora Ristovskas, e cila ka kaluar në vizbardat për këmbësor, thuhet në vendimin e gjykatës